bashkëshortja e shpat kasapit flet hapur, jepni përparësi dashurisë. Veprimi i fundit i Selvijes ka ndezur rrjetin, pasi ajo ka fshirë të gjitha fotot me shpat kasapin, duke ngritur dyshime për një krizë në martesë. Nuk vënoi shumë dhe reagimi sa i erdhi në Instagram, ku ajo publikoi një mesazh vetëdijsues për gratë, duke i inkurajuar të vendosin veten në radhë të parë. Zonja, qëndroni gjithmonë me klasë të qetë dhe pa u shqetësuar. Mos harroni, sa herë që reagoni, po ja jepni fuqinë tuaj atyre që nuk e meritojnë. Përqendrohuni në përmirësimin e vetvetes, jepni përparësi dashurisë për veten dhe mbuloni energjinë tuaj, ishin fjalët e Selvijes. Lidhur me këtë, nga shpati nuk ka pasur asnjë reagim deri më tani. Për t'u informuar për lajmet më të reja, klikoni butonin subscribe.